Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vjena. Si mos kemi probleme ne. E mësë Shqipëri e sapi. Shqipëri e sapi, duam flamingot. Kjo është të kesh dy bëth, njëta mbashe, njëta qash. Përshëndetje me që dashër, mirë se veni të danë gjedhin analizë. Shkojnë e dhe në radhës, Edi Rama, sepse mirë se dashër, deri sa ky tallet në Shqipëri, duke spjegu Barsaleta, e merr shplan nga Evropa, ka Bashkimi Evropian. Po mas pjeti me që shkojmë të ndëgjojmë, të diskutojmë së bashku e lutëm. Parlamenti Evropian ka miratuar me 483 vota pro raportin për vitin 2026 për Shqipërinë. Ky raport i jep një shuplag vendit tonë në të gjitha fushat, si në zgjedhjet parlamentare, presionin ndaj gjyqësorit, korrupsionin në nivele të larta të zyrtarëve apo dhe liria e medias. Raporti vën në dukje përdorimin e administratës në zgjedhje dhe kërkohet pjesëmarrje e opozitës në procedurat parlamentare. Unë nuk e di, zotri kryeministër, a ke po, se ke po, a ke ndëgju, a se ke ndëgju. Deri sa ti po tallesh atë me musafir tu. Po i quja ashtu musafir se s'po di qysh me quj ndrysh, sepse ata musafir tu i dit që janë 1 milion gati në rrugë, edhe jënara te me të këqyrë ty, ka bon show, respekt për ta. Po unë e kom me ty, a ke ndëgju çfarë shqiplake ta ka dhënë Bashkimi Evropian? Ajo. Nëse nuk e ke ndëgju, dëgjoje e ki rasin, me ndëgju zoti kryeministër. Shkojnë. Bashkimi Evropian vret shqetësime për keqpërdorimin e burimeve administrative që fshin kufirin mes institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë në pushtet. Shqetësim, transparenca e financimit të partive politike. Dokumentohen akuza për blerje votash dhe presion ndaj votuesve. Rekomandime të Nalto. A përshë Edi Rama, që të kemi thonë gjithmonë që votat i ke ble, edhe Bashkimi Evropian për vërteton, e pas ka vërtetu. Blerja e votave. Kjo është mishë të dashur, se nuk ka shans teorike me mbarë Edi Rama 83 po 8, a 85 sa i ka. Zoti kryeministër, ato vota që i ke ble dush me këthy. E para, por me këthy ato vota dush me në ndërheqje, se për ndryshën nuk ka kuptim. Ndrysh, Shqipërinë nuk mund shpeshti në Evropë. Evropa kësi sene nuk i dënë. Shkojnë miq? Së Beodirit dhe Komisionit të Venecias nga zgjedhjet e 11 maj 2025 ende nuk janë adresuar plotësisht. Polarizimi i vazhdueshëm politik dhe diskursi konfrontues dëmtojnë mbikëqyrjen parlamentare, besimin publik dhe funksionin e duhur të institucioneve demokratike. Demokracia funksionale kërkon pjesëmarrje domethënëse të opozitës në procedurat parlamentare, po him që nënkupton mungesën e saj. Bashkimi Evropian A për ndëgjon Edi Rama? Mungon. A për kupton që a mungon? E dindi që a po thëmë. Shkujna. Nxit forcim të mbikëqyrjes parlamentare ndaj qeverisë, më shumë transparencë në procedurat legjislative dhe konsultim më të hershëm me shoqërinë civile, gjë që nuk kupton se këto mungojnë sot. Si nuk ka transparencë, Edi Rama apo zoti kryeministër që dush, është probleme hi në Evropë. Transparencën dësh me pas PAS dhe në gjë. Për ndryshë është problem. Evropa vetë vjedhë, por aje kur merë do në me qëti të amon kristal. Amo ti si e kërkun. Për si të bodhe ti si e kërkun. Për mendimin tim, sepse mi pas 1 milion rrugë, edhe nesër prit sa të bohen, e ti me dalë me bo aty qyfyre që i thoni ju në Shqipëri,
S'po të kuptoj. Për sytë bollës s'po të kuptoj. S'kom kurgje personale, veç që e du venën tem, e du Shqipërinë. Nuk kom qef me shku poshtë Shqipëria për keq menaxhimin tonë. S'po thom diçka tjetër, po thom kështu tamam për me kuptu, për keq menaxhimin. Tash në keq menaxhim hinë tonë. Shkojnë miq? Së raportit të Parlamentit Evropian, korrupsioni në Shqipëri mbetet një nga problemet kryesore. Korrupsioni mbetet një shqetësim serioz dhe Shqipëria duhet të forcojë kapacitetet policore dedikuara. Kërkohet konsolidimi i track record të hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare, sidomos në rast të korrupsionit të nivelit të lartë. Thirrje për të Çka ke bën këtë aspekt, zoti kryeministër? U dëf me formu spakun, polici speciale, për me të kontrollu ty e gjithë tjertë. Normal, kur u hi Erion Velia në burg, ty e dush me dhënë dorëheqje. Minimim. S'po flasim për aferat e Asana Ballukit e shumë ministra këtu, që është ka e merë spakun pyetje me radhë, për çdo ditë me radhë. E aferat e modët e shumë aferat tjera, u dush me dhënë dorëheqje. E ju që tash ka ndalë edhe 1 milion rrugë gati, edhe një 5-600.000 vinë për Evropës, edhe prap po talësh, po thu 5.000-6.000 vit. Respekt, unë s'po të kuptoj. Por mu po më dalin ma shumë, se 5.000-6.000 vit. Edhe unë besoj që edhe ti e din që jenë ma shumë se 5.000-6.000 vit. Shtoj edhe ka 2-0 edhe këqy sa po dalin. Shkune miq? garantuar pavarësinë e vazhdueshme, burimet adekuate dhe kapacitetin operacional të spakut, pa kufizuar fuqinë hetimore dhe pa dëmtuar punën e saj, referencë indirekte ndaj përpjekjeve për ta dobësuar. Kërcënime dhe presione politike ndaj gjyqësorit tregon në raporti i Komisionit Evropian, teksa thekson se duhet të zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese dhe vendimet për imunitet të bëhen pa ndërhyrje politike. Gjyqësori vijon të përballet me presione politike dhe kërcënime që rrezikojnë të dëmtojnë pavarësinë e tij. Mi ngarkesë çështjeve, mungesë konsistencës në jurisprudencë dhe përpjekje për ndikim të padrejtë. Kërkohet zbatimi menjëhershëm dhe i plotë i vendimeve të gjykatës kushtetuese nga ekzekutivi dhe legislativi. Tjetër pohim që nënkupton mungesë zbatimi aktualisht. Thirrja që vendimet për imunitet parlamentar të merren strikt sipas kushtetutës, pa ndërhyrje politike dhe pa vonesa të paarsyeshme, duke lënë të kuptohet se ka pasur ndërhyrje apo vonesa. Një tjetër shqetësim i raport. Që të jonë Edi Rama që ti dush me krye, por me hi Bashkimin Evropian. Kjo është e shqiptaka që e ka dhonë sot Bashkimi Evropian. Tash, a je i zotë me po asje, e din ti, ama nuk besoj që ki ko, sepse ka orë fundi. Ka orë fundi që dush me dhonë dorëheqje. Me marë në gjeneratë e re, jo e korruptume, jo bisin në zonë me rot, jo që shet toka shqiptare, apo Shqipërinë. Shkojna mi që të gjëjmë komplet. I është edhe Ballkani i hapur. Raporti paralajmëron se nisma jashtë kuadrit të BE-s për fshirë ashtu quajturin Ballkani i hapur rrezikojnë të krijon struktura paralele që dobësojnë procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal të Bashkimit Evropian. Raporti dënon fuqimisht armiqësitë ndaj gazetarëve dhe profesionistëve të pavarur të medias, duke përmendur shprehimisht sulme verbale dhe retorikë antimedia nga zyrtarë të lartë, fushata denigruese dhe ngacmim mizogjinist online, shumica e të cilave synen gazetarë që raportojnë për sundimin e ligjit, korrupsionin dhe drejtësinë. Raporti kërkon që të ketë progres në regjistrimin fillestar të pronës dhe kompensim të drejtë dhe të pranuar gjerësisht, duke theksuar të respektohen vendimet e gjykatave. Sipas raportit, ka një retorikë antigjinore në diskursin politik, teksa kuadri ligjor nuk
është i parafruar me Konventën e Stambollit. Nevojitet më shumë përpjekje për rekrutim meritokratik dhe depolitizim të administratës publike, përfshirë kuadrin e ri ligjor për shërbimin civil, ende të pa aprovuar plotësisht. Ekonomia informale e gjerë pengon mjedisin e biznesit dhe konkurrencën, vazhdojnë dobësi strukturore dhe rritje kufizuare e produktivitetit. Zotë kryeministër, kjo është shpllaka që e ke marrë sot. Ta shtë analizohë si të dush, bënje qka të dush, ama kjo është për ty. Jo për Shqipërinë, popullin shqiptar, po për ty si kryeministër. Në ikje, se harrova me thonë, si kryeministër në ikje, sepse nuk besoj që duhesh me qeverisë ma. Bolë ke qeverisë që 12 vjetë, shon vend, vjen dikush një i ri, edhe të ngritë Shqipërinë nivel më nalt. Miqtë dashur, Zoti ju rujt, kjo është e vetja për sot, mirë pafshim të radhës.